Një nxënës i vitit të dytë në gjimnazin Siri Shaplo në Gjirokastër me iniciale AM 17 vjeç, është hedhur nga dritarja e katit të dytë të shkollës duke pësuar dëmtime fizike dhe duke përfunduar në spital. Ngjarja ka ndodhur gjatë orarit mësimor në prani të shokëve të klasës dhe stafit pedagogjik. Sipas burimeve nga drejtoria arsimore dhe dëshmive të mbledhura nga policia, mësohet se ngjarja lidhet me një bast të vendosur mes nxënësve. 3 shokë të tij kanë deklaruar në polici se adoleshenti u hodh për një bast prej 10.000 lekësh të vjetra. Nxënësi u dërgua me urgjencë në spitalin rajonal të Gjirokastrës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, megjithse ka pësuar dëmtime në gjymtyr. Kjo është ngjarja e tretë e rënë në të njëjtin institucion brenda 3 muajsh. Më herët, 2 nxënës të tjerë 16 vjeçar kanë ndërruar jetë në rrethana ende të paqarta, duke ngritur shqetësime për gjendjen psikologjike të rinjve dhe nevojën për ndërhyrje urgjente institucionale. Policia po vijon hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e kësaj ngjarjeje.